do ta justifikosh dështimin e formimin e qeverisë. Jo. Të thuash që kjo ka dalë bashkëtar sepse nuk punon. Jo, mos më interpreto fjalë, s'është era e parë që më interpreton në mënyrë jo të duhur. Po jo, po nëse bëhet diskutim atë mos më interpreton fjalë në prezencën time ashtu siç nuk e thash. Unë thash që nuk janë të interesuar në asnjë mënyrë disa qarqe që të jojnë zotin Kurti që të bëhet sërish kryeminist, të vazhdoj Kurti të dhe jo rastisht të zgjedhur momentumi, sepse edhe nëse mundet gjatë kësaj periudhe, po çdo hibride e thash pak më herë. Po çfarë si ka kur vota qytetarit nuk e bëri me shumicë votash? Dhe në momentin kur ne kemi pas debate për koalicionet potenciale, duan që të bëjnë një rigrupim, sepse siç duket, më tepër ju konvenon një qeveri që do të ishte fatale, edhe pa sigurt, në kuptimin e numrave, pa një jetëgjatësi, pa një të ardhme e opozitës, në mënyrë që mos eventualisht i bashkangjitet një parti opozitore.